arbrit rrilte. Pishtar në dorë, hej morë. Kur pa dritën e sytë Hola, kan vi spela? Ja. Alena? Vad är det? Jeta e tyre u qoft, fal popullit tim, hej morë.
Ministri. Inderuar Kryeministër Kurti, Kryetar në ardhjer Verhaliti, Kryeparlamentar Basha, Ministër Murati, deputet, pare se tu a kaloj fjallën, më i lojoni që fillimisht të drejtohem bashkëqytetarëve të mi. Përshëndetje Perizajas! A jeni gati me kon fitore? A jeni gati me qunë shpe agimin, aprimin, lërzimin? A jeni gati që komuna me pas vesh një kryetar që ju shërben vetëm juve? A jeni gati për vetë vendosje? 105 është numri, janë bi 105 arsye pse me votu lëvizjen vetë vendosje dhe në Verhalitin për kryetar. Më 12 tetor, bashkë do t'japim fund ke qeverisjes lokale, kaosit urbanistik, punësimeve familjare, e mungesa ujit të pijes, kanalizimit të qerdheve do t'jem problemet të së kaluarës, nga se do t'i gjende zgjidhje përmes plan programit që do të gjej zbatim në praktik. Por mbi të gjitha, ju sigurojmë që kur nuk do të ushtrohet presion mbi mësimdhënësit e as personelin shëndetësor, sepse të vetmin obligim këta punonjës e kanë ndaj qytetarëve të Ferizajt për ushtrim të profesionit të tyre me ndere përgjithësi. Kryetari në ikje mund t'i ketë ikur debateve, por nuk do t'i mund t'i ikë në dëshkimit me vot më 12 tetor. Me vullnet të lirë. Enveri, 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 Enveri. Me vullnet të lirë. Vërtet kemi kandidat të pashëmbull. Me vullnet të lirë, të dielën do të votojmë lëvizjen vetë vendosje të vetëmi subjekt që ka dëshmuar se mban premtimet. Kryeministri Kurti, këtë ka dëshmuar në nivel qendror, duke mbështetur bujkun e studentin, nënat e pensionistët, duke zhvilluar ekonominë e vendit e forsuar ushtrin. Kryeministër, kemi nderin që sot të kemi në mesin ton, andaj të ftoj që të marrësh fjalën. Qështu qysh jeni, mas 3 ditëve në këtë orë, si kur tash, jo në këtë salë, po në shesh atje në Ferizaj, ta festojmë bashkë fitoren e në Verhalitit e të lëvizjes vetë vendosje. Nuk ka me pas nevoj ma shumë se 1 orë e gjysmë me numru për me marrë vesh që ka fitu numrin 105, edhe që Ferizaj ka kryetar 3 e ka në Verhalitin. Të dashur qytetarë të Ferizajt, faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq të ngrohtë sa që të zjarrt kur na ndajnë 2 ditë e gjys deri tek dita e diel e 12 tetorit, që jam i bindur se do t'i ndaj epokat për komunën tuaj në atë para në Verhalitit dhe me në Verhalitin. Dhe dini çfarë?
Unë e një Enverin mirë. Pas 4 vjetëve, nuk do të ketë nevojë të bëjmë fushat për te, sepse kanë mi folë punët e shumëta që kam i kry për juve. Enveri mund ka bindur nga bashkëpunimi i ngushtë që e kemi në këto vite, në të gjitha funksionet që e ka pasur, se në Ferizaj kur nuk ka pas një kandidat për kryetar, një ofertë e cila është ma e mirë e ma e denjë për Ferizajn, për të gjitha fshatrat dhe lagjet e qytetit. Prandaj, që ka thonë Sami Frashëri, letë mos janë kohët fatit, ai që e bjerë rastin, ai që e lëshon shansën s'munët mju anku fatit. E fati është Enver Haliti me numrin 105, të cilin unë kërkoj që ju ta votoni masivisht. Gra e burra, dje me vajza, të gjitha moshave, të gjitha profileve dhe vendbanimeve. Të dashur qytetarë, Ferizaji është edhe i demonstratave edhe i luftës, është edhe i guximit edhe i punës, është edhe i ekonomisë e i bizneseve edhe i punëtorëve e i rinisë. Ferizaj nuk nënshtrohet dhe gjithmonë kërkon më shumë për qytetarët e tij dhe këtë më shumë, këtë shumë më shumë e ofrojmë ne me subjektin ton vetëvendosje, me numrin kësaj radhe 105, edhe me këtë kandidat të jashtëzakonshëm për kryetar Enver Halitin. Këtu janë bërë 10 vjetë pushtet PDK-s. Edhe për këto 10 vjetë, sa herë vijmë Ferizaj, ne e gjejmë Ferizajn me të njëjtat probleme elementare. Këtas problemet s'po t'i ndrojnë, që 10 vjetë janë problemet e njëjta. Ende nuk ka ujë të pijshëm, ende ka probleme me kanalizime, ende ka probleme me mbeturina, dhe për gjitha këto vite, si ka mundësi që në Ferizaj nuk është ndërtu as një qerdhe re publike. Pra dikush në komunë, askush më pak se vetë kryetari aktual edhe najdet, nuk po e din që në Ferizaj ka fëmijë, që qytetarët kanë nevojë për ujë të pijshëm, kanë nevojë për kanalizime funksionale, e kështu me radhë. Prandaj, kjo mungesë totale e interesimit për qytetin dhe qytetarët duhet të ndëshkohet. Kur nuk ndëshkojnë gjykatat, duhet të ndëshkoj populli. Dhe populli e ka këtë shans unik të dielën në 12 kortorë. Enver Halitit nuk i duhen 10 vite, sepse me projektin e digës të Firajës dhe të fabrikës re të ujit në Pleshin, për vetëm 4 vjet i gjithë Ferizaj do të ketë ujë të pijshëm 24 orë në ditë e 7 ditë në javë e 365 ditë në ditë. Ai dhe ekipi i tij janë të vendosur që qytetarët e Ferizaj të kenë një qytet të pastër, pa mbeturina dhe me impjantin modern të ujrave të zeza që do të japë fund ndotjes dhe erërave të këqija të kanalizimeve. Këta thojnë se uji dhe kanalizimet janë problemi nivelit qendror. Kur qeveria bën gjëra të mira në Ferizaj, thojnë meritat i kemi ne. A kur si kryjmë punët e veta, fajt i ka qeveria. Mirë shumë, nëse na qenë kanë uji dhe kanalizimet problemi nivelit qendror dhe vetëm qendror. Por, pse nuk e kanë zgjidhur PDK-ja dhe LDK-ja këtë problem kur kanë qenë bashkë në qeveri në nivelin qendror? Para 10 vjetëve dashur qytetar, në pushtet kanë qenë bashkë edhe LDK-ja edhe PDK-ja, por nuk kanë bërë asgjë, as për impjant, as për digë. Ndërka që me lëvizjen vetëvendosje, do të ketë edhe digë, edhe impjant. Pra qytetit do ta zgjidh edhe problemin e ujrave të zeza, edhe problemin e ujit pijit, për shkak se unë do të jem ai i cili do ta mbështes Enver Halitin
për të gjitha kërkesat dhe nevojat e qytetit Ferizaj. Nëse niveli qendror na pas ka qenë arsyeja për mungesën e ujit e të kanalizimeve, kush e ka fajin që PDK-ja në këtë qytet për 10 vite nuk e ka ndërtu as një qerdhe të vetme? Shikoni shtimën fqinje. As 25.000 banor nuk i ka, 6 qerdhe. Doktor Qemal Aliu e ka gjetë 1 qerdhe, i ka shtu dhe 5, 6 i ka bo. Merrni me mend. Qemal Aliu 5 qerdhe për një mandat, kjo asnjë. Alamet Ferizaj. Në Podujev, 1 qerdhe e ka gjetë Shpejtim Bulliqi, edhe 8 ja ka shtu i ka bo nom. E në Gjilan, Alban Hyseni, 10 qerdhe për i bo. Apo e kuptoni dallimin? A e kuptoni sa e rëndësishme është me pas kryetarin e mirë, të drejtë dhe të duhur në komunë? Shikoni, Qemal Aliun, Alban Hysenin, Shpejtim Bulliqin në një rënon, edhe këtu t'juajin, ma mirë me thonë ty nëse s'është i juji, në anën tjetër. E me në verin, për këto 4 vite do të ndërtohen 10 qerdhe të reja publike në Ferizaj. Shtatë në fshatra dhe 3 në qytet, dhe kjo është ajo që dallon një PDK që premton e nuk realizon prej Enver Halitit si njeri që edhe punon edhe i konkretizon zotimet e tij. Të dashur Ferizajas, vota për Enver Halitin është votë për zhvillim dhe për biznesin lokal. Enveri do ta ketë mbështetjen e parezervë qeverisë sonë në ndërtimin e unazës së jashtme dhe unazës së mesme të qytetit, që do të lidhen me nyjen e re të autostradës në fshatin Sazli. Këto investime do t'i hapin Ferizajt investime, biznese të reja dhe vende të reja të punës. Tash do të ofrojnë edhe zgjidhje për trafikun, do të arrisin vlerën e pronave, dhe do të hapin hapësira të reja për zona industriale që do të kenë lidhje direkte me autostradën. Ferizaj do të bëhet një qytet më i integruar, më i gjallë dhe më i zhvilluar se asnjëherë më parë. E me lëvizjen vetëvendosje, Ferizaj do ta ketë ngrohtorën e vetë qendrore, se nuk mujmë na me nxe Ferizajn veç me tubimet vetëvendosjes. Pra një projekt modern, i cili do ta ndryshojë mënyrën se si ngrohen shtëpitë në qytetin e Ferizajt dhe si e menaxhojmë energjinë. Kjo ngrohtore do ta ulë ndjeshëm kostën e faturës energjisë elektrike për familjet, do të ofrojë ngrohje të pastër, efikase dhe të qëndrueshme. Fillimisht do të shtrihet në qendrën e qytetit, përfshirë sheshin e qytetit, rrugën Driton Islami, rrugën Vëllezrit Gërvalla dhe rrugën Recep Beslimi, duke ju mundësuar mbi 10.000 familjeve qasje direkte në sistemin e ri të ngrohjes. Ky projekt do të jetë një prej investimeve më të rëndësishme dekadës, që më pas do zgjerohet në të gjitha lagjet e qytetit, duke bërë që Ferizaj të ketë energji më të lirë, ajër më të pastër dhe standard më të lartë jetese. Një komunë si Ferizaj që me ndërmarrësinë e vet, me bizneset që ka, i kontribon aq shumë zhvillimit ekonomik të Kosovës, padyshim që duhet të marrë shumë më tepër nga Republika sa i përket mirëqenies sociale të popullsisë. E në 10 vitet PDK-s në qytetin tuaj të nderuar Ferizajli, janë shpenzuar mbi 100 milion euro investime kapitale. Dhe rezultatet janë veç 2 projekte nën tokë. Drejsa PDK-ja ka punu nën tokë, ne kemi qenë të detyruar të financojmë projektet që kanë mbetur pa përfunduar mbi tokë. Dhe këto e kemi bërë për njerëzit, për shëndetin, për arsimin, për kulturën dhe për jetën e qytetarëve të Ferizajt pa dallim. Në vijim do t'i përmendi vetëm disa nga projektet konkrete
që qeveria jonë, me mua kryeministër, me Hekuran Muratin, ministrët financave, i kemi mbështet në Ferizaj, bashk edhe me ministrat e zëvendësministrat tonë e me grupin tonë parlamentar në kuvend. Po i numëroj, qendra kryesore e mjekësisë familjare, 2.25 milion euro investim, qeveria. Spitali i qytetit, 29 milion euro për spital modern, qeveria. Stadiumi i qytetit, 19 milion euro për ndërtim plot, qeveria. Gjimnazi Ismail Qemojli, 500.000 euro për restaurim të plot, prap qeveria. Palestra Ngreme, 1.5 milion euro për përfundim, qeveria. Kisha Katolike, 1.3 milion euro për restaurim e 1.5 milion euro për restaurim xhamisë të madhe qytetit, qeveria. Për restaurim plot teatrit qytetit, 1.2 milion euro, qeveria. Qendra multifunksionale, 3 milion euro për përfundim projektit, qeveria. Për krahje për bujqësin, 12.2 milion euro për 4.159 fermer të Ferizajt, qeveria. Qerdhja në rrugën Recep Bislimi, 740.000 euro, qeveria. Shkolla profesionale, 665.000 euro, qeveria. Shkolla model, 767.000 euro, financim shtes, qeveria. Shkolla në Talinoc, 1.25 milion euro, e përfunduar, qeveria. Rrugët e Jezerësit, 5 milion euro për zhvillim të turizmit malor, qeveria. Shtëpia e Hasan Fazlis në Koshare, 100.000 euro, qeveria. Investime në energji eficiente në objekte publike, mbi 800.000 euro, qeveria. E pra dashur qytetarët Ferizajt, të gjitha këto janë shifra e projekte me dedikim e përkujdesje. Janë vepra që tregojnë çfarë do të thot një qeverisje me duar të pastra dhe me zemër për qytetin. Kështu kemi bërë duke qenë në opozit në Ferizaj. Merrni me mend çka bën qeveria jonë, qeveria juaj, kur do ta ketë Enver Halitin kryetar të komunës Ferizaj. E dashur të praneshëm pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, na Ferizajin e kemi mbështetur me projekte, por jo vetëm kaq. Qyteti juaj sot është më i besuar, e i besueshëm se kur më parë. Kuletën ja kemi besuar Hekuran Muratit, parlamentin ja kena besuar Dimalbashës, e tash ju mbetit juve që Ferizajin t'ja besoni Enver Halitit. Tash, ndoshta dikush pyet pse Enveri? Ja pse. E para, sepse Enver Haliti është njeriu i cili i ka dalë zot atë dheut si luftëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Enver Haliti si veteran i luftës
si ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, si luftëtar në betejën e Kosharës, do të di si askush tjetër para tij që t'i mbështes e t'i respektoj familjet e dëshmorëve, invalidët dhe veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pse Enveri? Ja pse e dyta, sepse ai e njeh më mirë se kushdo pushtetin lokal. Enver Haliti ka qenë 2 herë antar i Asamblesë Komunale, 2 herë drejtor komunal dhe 2 herë deputet në Kuvendin e Kosovës. Pra e njeh sistemin. I njeh edhe sfidat edhe din t'i bashkërendoj nevojat lokale me investimet qendrore. Dhe e treta pse Enveri, sepse unë e vlerësoj shumë lartë personalitetin e tij, jam i bindur që do të bashkëpunojmë, e bashkëveprojmë, e bashkëudhtojmë shkëlqyshëm dhe ai do ta ketë mbështetjen time të plotë, pa rezervë e pa kursim. Me Enver Halitin kryet komunës, Ferizaj do të bëhet qendra e suksesit, zhvillimit edhe dinjitetit. Por mbi të gjitha do të bëhet qyteti i njerëzve që punojnë, që besojnë dhe që ndryshojnë për të mirë. Do të jetë Ferizaj i qerdheve treja, i rrugëve moderne, i ujit pishëm, i ajrit pastër dhe i energjisë të lirë. Do të jetë Ferizaj që e meriton secili prej jush, një qytet që nuk pret, por ecën përpara me punë, me përkushtim dhe me drejtim të saktë. Në këto zgjedhje, dashur praneshëm, dallimi më i qartë nuk ka mundur të jetë. Një vot për Enverin është një vot edhe për mua. Për qeverisjen që e ka dëshmuar se çfarë bëhet me duar të pastra dhe me zemër për qytetaren e me mendje për atë dheun. Kjo është lidhje e drejtë mes besimit dhe punës, mes Ferizajt dhe Republikës. Vetëm me bashkërendim të ndershëm mes komunës dhe qeverisë, secili projekt bëhet realitet, pa pengesa, pa vonesa, pa ndarje partijake. Prandaj, vota për Enverin është vot për zhvillimin, për drejtësinë dhe për dinjitetin e Ferizaj. Ky është momenti i ndryshimit, ky është momenti i progresit, ky është momenti i Enver Halitit, ky është momenti i të gjithë neve bashkë. E kur po them i të gjithë neve bashkë, i të gjithë neve në këtë sallë dhe ata mira e mira qytetar të Ferizajt dhe jo vetëm që janë duke na ndjekur drejt për drejt, e sidomos të atyre mira e mira që të drejtojnë kutive të votimit me datën 12 tetor, atëherë kur do ta kenë jo thjesht një opsion, jo thjesht një zgjedhje, por një zgjidhje të vërtet, të drejt, të dobishme, të mirëfillt që ja u garanton 4 vjet me mirëqenie e me dinjitet. Por për të mërrit ajo pikë, tri here duhet të bëni tik në 2 flet votime. Janë 2 flet votime. Një flet votim është me ngjyrë të verdhë. Një flet votim tjetër është me ngjyrë të kaltër. Në flet votimin me ngjyrë të verdhë, 105 lëvizjeve të vendosje Enver Haliti për kryetar. Tash, kur ta votoni Enver Halitin kryetar, 105 lëvizjeve të vendosje, mund t'ju kaplojnë emocionet, po mos shkoni, se i keni edhe 2 tika tjerë që do të me i bo. E ato janë në fletë votimin e kaltër.
përmbani pak emocionet se mas tikut për enverin i keni edhe 2 tika. Një tik është për lëvizjen vetëvendosje si subjekt dhe të gjitha votat i shkojnë barcës së listës me numër 1 Fatbardha Zoga Ireka. Unë pja përmendi emrin Fatbardhës, mos e lypni Fatbardhën të ata numrat, se nuk e keni të ata numrat, nuk ju duhet Fatbardha të numrat për kuvend komunal, sa ajo i merr automatikisht të gjitha votat e lëvizjes vetëvendosje. Pra, ajo është barcja e listës. Kur e votoni vetëvendosjen, tashmë e keni kryer edhe me Fatbardhën. E mandej i keni 44 veta prej cilëve du të me zgjedh veç njënin. Me non shkurt para 8 mujve. Para 8 mujve me non shkurt. Prej 110 vetave i keni zgjedh 10. Prej 110 vetave i keni zgjedh 10. Shumë makollaj. Tash prej 44, prej numër 2 dhe numër 45, du të me zgjedh veç njënin. Kjo është 4 herë ma vështirë. Por, mos merrni shumë kohë, përcaktojni për dikë, nga kjo oferta ma e mirë që e ka pas Ferizaj najherë, këndo që e votoni nuk gaboni se krejt vetëvendosje janë. Por, me gjithatë, përcaktojni për dikë, pra prej numrit 2 deri të numri 45, janë 44 veta, veç njërin e votoni. Nëse votoni ma shumë, bëhet e pavlefshme. Nëse s'votoni asnjonin, është e pavlefshme. Por, duhet të përcaktoheni për njërin prej tyre. Dhe shini tash, Enver Haliti, vetëvendosje 105 i pari në listë. Fatbardha Reka, lëvizja vetëvendosje 105 e para në listë. Kur shkoni me votu të vendvotimit, shikimin lartë të rendi i parë, ku është vetëvendosja aty dhe Enver Haliti. Mos gaboni me shku në fletë votim me ullë shikimin lartë. Te i pari, të rendi i parë, edhe plus, qërta tjerë që shënë si turbult. Pra, 105, lëvizja vetëvendosje Enver Haliti kryetar. Unë sot pas ditën e kam fillu në Kamenic, në komunë Dardanës, atje Kadri Rahima i pofiton. Prej Kamenicës shkova në Gjilan, majtëm të bim me Alban Hysenin, nuk ka dilem Gjilan. Vë vazhdojmë, Alban Hyseni pofiton. E tash ju qytetarët Ferizaj më tregoni mu, këtu në Ferizaj, apo fiton Enver Haliti? Faleminderit shumë, e tash eftoj atë që na kam mbledhur gjithë neve në prag të këtij shansi unik, dielën e 12 tetorit, kryetari im e kryetari juaj pas të dielës së votimeve, Enver Haliti eftoj të më bashkangjitet këtu në skenë. I nderuar kryeministër Albin Kurti, nderuar kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës Dimal Basha, nderuar ministër Goran Murati, zëvendës ministër i drejtësisë Vigan Çorolli, nderuar deputet pranishëm, jam shumë i nderuar që kemi deputet nga Gjilani, nga Kaçaniku, nga gjithë Kosova. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Të respektuar veteran e invalid të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e nderuar koordinatore e Guxos Arbresha Meha,
kandidat për Asamblenë Komunale nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Guxo, të dashur qytetar të Ferizajt, vëllezër dhe motra, aktivist, mërgatë e dashur, ju kam pa në numër shumë të madh që jeni sonte, faleminderit nga zemra që keni ardhur. Fillimisht dua t'ju falenderoj nga zemra për përkrahjen tuaj të jashtëzakonshme, sepse puna juaj deri tani ka sjellur gjithë këtë entuziazëm për gati 1 muaj fushat. Në çdo takim publik, në çdo vizitë në lagjet tona, në bizneset dhe fabrikat e Ferizajt, ju na keni pritur me zemër të hapur. Entuziazmi dhe pjesëmarrja juaj nga qendra e qytetit deri në çdo cep të komunës sonë na kanë dhënë forcë e shpresë, prandaj faleminderit secilit e secilës. Sonte jemi mbledhur së bashku për të përmbyllur gjithë këtë angazhim, të cilin presim ta kurorëzojmë me një fitore madhështore me 12 tetor. Të dielën Ferizaj vendos për të ardhmen e vet. Ju ftoj të gjithëve, të rinj e të moshuar, burra e gra, që me 12 tetor të dilni masivisht në zgjedhje. Mos lejoni që të tjerët të vendosin për ju. Secili prej jush ka fuqinë dhe përgjegjësinë të bëjë ndryshimin. Me votën tuaj, ju nuk do të mbështesni vetëm mua si kandidat, por edhe një vizion të ri për Ferizajin. Prandaj, përdoreni këtë të drejtë demokratike, dilni dhe votoni Lëvizjen Vetëvendosje dhe kandidatët tuaj për asamblenë nga lista jonë. Çdo vot është një zë për ndryshim, një zë për shpresë dhe dinjitet për qytetin tonë. Unë jam këtu sot para jush për t'ju siguruar se qeverisja e re do të jetë krejtësisht ndryshe nga ajo që kemi parë deri më tani. Qytetarët e Ferizajt meritojnë një qeverisje transparente, të përgjithshme dhe të barabartë për të gjithë, pa asnjë dallim apo përkatësi politike. Kjo do të thotë se çdo vendim do të merret haptas. Çdo shpenzim do të bëhet me llogaridhënie dhe çdo qytetar, pavarësisht bindjeve, do të trajtohet me respekt të njëjtë. Ne do t'i japim fund praktikave të vjetra të nepotizmit e korrupsionit. E dim mirë se çfarë ka hequr Ferizaj deri dje. Pushteti aktual ka abuzuar me besimin publik, duke ushtruar presion ndaj punëtorëve të sektorit publik dhe madje edhe ndaj mjekëve tanë. Kjo është e patolirueshme dhe do të marrë fund më njëherë me ne. Në vend të frikës dhe shantazhit do të sjellim llogaridhënie dhe drejtësi. Në vend të arrogancës do të ofrojmë përulësi dhe shërbim ndaj qytetarit. Unë ju premtoj se administrata e re komunale do të jetë shtëpia të gjithë ferizajezve, e atyre që na kanë votuar dhe atyre që s'na kanë votuar, sepse ne do të qeverisim për të mirën e përbashkët e jo për interesa partijake. Fjalët tona do t'i vërtetojmë me vepra konkrete. Ne kemi gati një plan ambicioz zhvillimor për Ferizajin, me projekte madhore që do ta ndryshojnë dhe do ta transformojnë qytetin tonë. Së pari do të zgjidhim përfundimisht çështjen e ujit të pijes. Ne do të sigurojmë ujë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë për çdo familje e lagje, duke ndërtuar digën e Firajës në Lumën Lepenc dhe impjantin e ri të përpunimit të ujit në Pleshin. Uji i pijes do të jetë problem i zgjidhur në mandatin e parë. Faleminderit. Po ashtu do të ndërtojmë grohtorën qendrore të qytetit dhe rrjetin e saj të shpërndarjes, që familjet tona të kenë ngrohje të mjaftueshme dhe të përballueshme gjatë dimrit dhe ujë të ngrohtë gjatë gjithë vitit. Një qytet modern duhet të kujdeset për nevojat bazë të qytetarët vet, dhe këtë do ta bëjmë realitet e me kujdes. Por zhvillimi ynë nuk ndalet me kaq. Me mua kryetar do të përfundoj unazat rrugore dhe do të ndërtojmë kyçen e re në autostradën Arbër Xhaferi në fshatin Sazli,
që Ferizaj të lidhet më shpejt dhe më lehtë me gjithë Kosovën. Kjo infrastrukturë moderne do të hap mundësi të reja ekonomike për qytetin dhe do të çlirojë trafikun e ngarkuar të brendshëm. Gjithashtu do të ndërtojmë spitalin e ri të qytetit, një spital modern dhe me standarde të larta europiane. Ne do të investojmë fuqishëm tek fëmijët, sepse është e ardhmja jonë. Do të ndërtojmë 10 qerdhe të reja për fëmijët tanë, 3 në pjesën urbane të qytetit dhe 7 në grup fshatra ku do të ketë përfshirje të gjitha fshatrave të komunës Ferizaj, në mënyrë që çdo prind në Ferizaj ta ketë mundësinë më të lehtë financiare për edukimin e hershëm të fëmijëve të tyre. Do ta gjelbrojmë Ferizajin, do të krijojmë mini parqe në çdo lagje dhe parqe të mëdha rekreative brenda zonës urbane, ku familjet tona do të kalojnë kohë cilësore në natyrë e të mos kemi më një qytet të mbytur nga betoni, por një qytet plot gjelbrim e gjallëri. Përveç kësaj, Ferizaj do të bëhet qytet i shekullit 21, do të implementojmë sistemin digital Smart Ferizaj, që do të thotë shërbime komunale, online, transparencë plot në kohë reale dhe administratë efikase, moderne në xhepin tuaj. Projektet tona mundsojnë edhe zhvillimin ekonomik. Do të ndërtojmë zonën industriale dhe do të krijojmë kushte të reja për bizneset vendore të huaja. Investitorët do të kenë arsye për të ardhur në Ferizaj, sepse ne do të ofrojmë infrastrukturë, kuadër profesional dhe mbështetje institucionale. Në këtë mënyrë do të hapim vende të reja të punës dhe do ta bëjmë Ferizajin një qendër të prodhimit dhe të inovacionit në Kosovë. Të dashur qytetarë, e di që shumë prej jush do të pyesni se si do të realizohen gjithë këto projekte. Ne kemi planin dhe vullnetin, por kemi edhe mbështetjen e duhur. Me qeverisjen tonë të drejtë dhe transparente, do të vëmë rregull edhe në financat e komunës së Ferizajt. Borxhi aktual i komunës rëndon buxhetin e Ferizajt, do të shlyhet hap pas hapi dhe unë ju garantoj se do të punojmë pa u lodhur për të kthyer financat e shëndosha në komunën tonë Ferizaj. Në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e Republikës Kosovës, me kryeministrin Albin Kurti, i cili është këtu pranë nesh, do të sigurojmë fonde qeveritare për projektet tona madhore. Nuk do të jemi më një komunë e lënë pasdore. Përkundrazi, Ferizaj do ta marrë vendin që i takon. Po ashtu ne do të punojmë fort për tërheqjen e investimeve ndërkombëtare, do të tregojmë botës se Ferizaj është një vend i sigurt, me rini punëtore dhe me leadership të përgjithshëm, ku ja vlen të investohet. Parat publike dhe private do të qarkullojnë sërish në ekonominë tonë lokale për zhvillimin dhe mirëqenien e secilin prej jush. Motra dhe vëllezër, Ferizaj nuk është qytet do si do. Ferizaj është qytet i revolucionit, i barazisë dhe i lirisë. Historia jonë na dëshmon këtë. Ky vend ka qenë gjithmonë në ballë të ndryshimeve të mëdha shoqërore dhe politike. Ferizaj ka qenë vatër e demonstratave dhe komunë e guximit, që nga kohrat e rezistencës e deri tek lëvizjet demokratike të ditëve tona. Ne krenohemi me këtë trashëgimi të guximit dhe kontributit për liri. Prandaj sot, unë ju bëj thirrje të thërrasim sërish atë shpirt kryengritës të Ferizajit, por kësaj here me armën e votës së lirë, është koha për ta kthyer demokracinë dhe drejtësinë në shtëpinë tonë të përbashkët. Le t'i japim fund njëherë e mirë tranzicionit të stërgjatur të padrejtësive që na kanë lodhur dhe unë garantoj se Ferizaj do të bëhet shembull i mundësive të barabarta. Ky është misioni ynë dhe besoj fort se është edhe dëshira juaj e zemrës. Në këtë moment vendimtar, zemra ime është plot shpresë dhe besim tek ju, tek qytetarët e mi Ferizajli. E di që ju ndjeni po aq sa unë se ndryshimi po vjen.
Unë ju shoh në sy dhe shoh krenari, shoh guxim, shoh dashuri për këtë qytet. Kjo dashuri dhe ky guxim na ka sjell deri këtu ku jemi sot. Të dashur bashkëqytetar të Ferizajt, fitoria është në duart tuaja. Me 12 tetor, merrni familjarët, miqt dhe fëmijët dhe shkoni së bashku drejt kutive të votimit. Tregojni gjithë Kosovës se Ferizaj zgjohet kur është në pyetje dinjiteti i vet. Votoni numrin 105 në flet votim, votoni lëvizjen vetëvendosje. Kjo vot është për të armën e fëmijëve tanë, për të mirën e mirëqenien e familjeve tona, për nderin e prindve tanë që ndërtuan këtë qytet me munde me djers. Mos lejoni që zëri juaj të heshtet, dilni dhe bëjnë Ferizajin fitues. Unë kam besim të plot në ju. Në fund, dua t'ju them se fitoria jonë nuk do t'jetë veç e imja apo e një partije. Do t'jetë fitoria e të gjithë qytetarëve të Ferizajt. Ne do të qeverisim me duart të pastra dhe gjithmonë me urtësi e përullësi ndaj jush. Do të bashkojmë zemrën dhe mendjen, idealizmin me punën konkrete. Do t'ju dëshmojmë se Ferizaj mundet dhe meriton më mirë. Ju ftoj që t'i votoni kandidatët për asamblen në listën tonë, të cilët janë profesionistë të fushave të ndryshme, ku është lista jonë konkuruse më e mirat nga të gjitha partitë politike, duke filluar nga Borcja Alisës, kryetaria qendrës Fatbardha Zogaj Reka, e deri te kandidati i fundit me numër 45, që secili më i mirë se tjetri, kërkoj mbështetjen tuaj që t'i mbështesni dhe të jem pjesë e Asamblesë Komunale të Ferizajt. Faleminderit edhe një herë për çdo sakrificë dhe kontribut gjatë kësaj fushate. Me përullësi kërkoj besimin tuaj këtë të diel dhe ju premtoj se nuk do t'ju zhgënjej. Ferizaj do të fitoj. Zoti e bekoft Ferizajin dhe gjithë qytetarët e saj, ju faleminderit e bash drejt fitores.